Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot po fillojmë një video të re. Sot do të kemi një tjetër haul nga Temu. Kam këtu një pako shumë të madhe, më ka ardhur dje. Në fakt prisja 2 pako, po duke qenë se tjetra po vonohet edhe unë nuk kam shumë kohë, sepse do ta kuptoni në videon tjetër se çfarë po ndodh, edhe mezi po pres që ta ndaj me ju. Duke qenë se nuk kam shumë kohë, vendosa që të ndaj këtë pako që më ka ardhur. Se si kjo pakoja kishte më shumë produkte, kështu që më mirë këtë dhe ndoshta tjetrën do ta hedh në një shorts, do ta hedh gjithashtu edhe në TikTok, nëse nuk më ndiqni në Instagram dhe në TikTok, do t'ja lej këtu poshtë dhe mund të më ndiqni dhe tek Instagrami dhe TikToku, sepse dhe aty jam goxha aktive dhe postoj gjëra të ndryshme. Kështu pra, pa humbur kohë, tani le të fillojmë dhe t'ju tregoj pak se çfarë kam marrë tek Temu këtë herë. Kjo duhet të jetë part 5, mos gaboj, nuk e di mirë, nuk jam shumë e sigurt, ose është part 3 ose është part jo. Kjo duhet të jetë part 4 me produkte nga Temu. Kështu që kemi bërë goxha video me Temun dhe të gjitha videot janë super pëlqyer shumë, janë komentuar shumë dhe unë shpresoj shumë që t'ju kem dhënë sugjerime të vlefshme dhe t'ju kem ndihmuar sadopak në lidhje me pakot nga Temu. Një pyetje që kam marrë shpesh në koment dhe kam harruar që t'i kthej përgjigje është nëse unë kam paguar dogan. Nuk kam paguar dogan në asnjë rast. Edhe kur pakoja ka qenë e vogël, pra në vlerë 10.000 lekë, 20.000 lekë, edhe kur pakoja ka qenë e madhe, si në rastin e kësaj pakos që kaloi diku te 70.000 lekë, nuk kam paguar as edhe 1 lekë për dogan. Dhe zakonisht më kanë ardhur në posta të ndryshme, pra nuk është se më kanë ardhur në një post fikse. Njëherë më kanë ardhur tek Ultra, njëherë tek posta shqiptare, njëherë tek Western Union dhe njëherë më kanë ardhur tek një post tjetër që është diku aty tek një librari. Pra gjithmonë pakot më janë shpërndar dhe nuk është se kam pasur një post fikse dhe kaq di të them. Gjithsesi nuk kam pasur asnjë problem, pra vetëm këtë herë më është vonuar njëra pako, ndërsa herët e tjera më kanë ardhur direkt në ditën e parë. Pra, nëse Temu ju jep një limit, për shembull data 20 deri në datën 16, mua zakonisht më kanë ardhur në datën e parë që tregon aty dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse asgjë nuk më është vonuar. Pra, është gati si të porosisësh tek Zara për shembull, që vonohet gati një javë porosie. E njëjta vonesë është edhe tek Temu dhe është goxha praktike sepse mbaron punë shpejt, pra nëse ti të duhet diçka, të vjen shpejt dhe nuk vonohet shumë. Ndryshe nga AliExpress që më ka hapur gjithmonë probleme, pakot kanë ardhur edhe pas 2 muajsh, edhe derisa kanë ardhur ti ke haruar dhe çfarë ke porositur dhe nuk ke pasur asnjë mundësi ku ti kontrollosh. Ndërkohë që Temu ka dhe anë pozitive tjetër që ti pakon mund ta ndjekësh në kohë reale, pra e sheh në çdo moment se ku ndodhet pakoja, po vjen, nuk po vjen, ka pasur vonesë, nuk ka pasur vonesë, e kështu me radhë. Nëse tani se u zgjatha dhe po filloj, po ju tregoj pak se çfarë kam marrë. Duke qenë se po vjen vera dhe shamit janë super trend, sidomos për festivale dhe vera do jetë e gjatë dhe jam e sigurt që do të më bie rasti të shkoj diku. Dhe për të bërë ndonjë kombinim, vendosa që të marr këtë shamin, të hapim tani bashkë, sepse nuk e kam hapur. Është kjo shamia këtu. Ja. Shumë e bukur, ngjyrat më pëlqyen shumë. Edhe për madhësi është fiksa sa duhet, sepse unë kam disa shami, po shumicën i kam ose shumë të vogla, pra që nuk mund të bëj asnjë stilim me to, ose i kam shumë të mëdha. Ndërkohë që kjo është perfekte aq sa duhet. Dhe ngjyrat janë neutrale ashtu siç unë i preferoj dhe do ta kem shumë të lehtë ta kombinoj. Shpresoj që ta përdor sa më shumë sepse zakonisht këto gjërat e vogla, pra aksesorët e vegjël, i ble edhe pastaj ngelen pa përdorur atje tek dollapi. Po besoj se do t'ja gjej anën dhe do ta kombinoj gjatë verës. Produkti dytë është një çantë. Shpresoj që mami mos e shikoj këtë video, sepse do të më vras. Unë vetëm ble çanta, nuk e keni idenë se sa shumë çanta kam. Kam edhe çanta që janë shumë të mira, të cilat i kam bler në dyqanet e veta, kam edhe çanta të cilat janë më të lira dhe më ekonomike. Gjithsesi, kur e pash këtë çantë, më pëlqeu shumë, edhe çmimi ishte shumë ekonomik, edhe thash, meqense nuk kam porositur çantë këto kohë tek Temu, hajde se po e marr një, duke qenë se kjo është shumë e përshtatshme për tani në verë, është e vogël,
por brenda kishte mjaftueshëm hapësirë, pra për të marrë gjërat kryesore ishte shumë okay. Ka goxha hapësirë brenda. Ka edhe ripin e gjatë që mund ta vendosësh kështu. Dhe më pëlqeu më shumë për ngjyrat, sepse është ngjyra kafe, e cila tani në verë duket shumë bukur, dhe është dhe ngjyra krem, e cila kombinohet me çdo lloj outfiti dhe më duk goxha praktike. Shikojeni sa cute që është shumë e bukur. Më pëlqeu shumë. Dhe shpresoj që të mos më vras mami kur ta shikoj këtë video dhe thot prap ke bler çantë. Dhe gjithmonë. Edhe një detaj tjetër. Shikojni pak se sa shkojnë këto të dyja. Pra nëse bën një outfit, edhe i vendos që të dyja. Më pëlqyen shumë, edhe bashk. Iku dhe çanta. Produkti tjetër kam një kanatiere, është bardhëzi, është kështu. E kam marrë masa S, tani kështu më pamje të parë më duket pak si e madhe, të them të drejtën. Nuk e di pse. Më pëlqeu që kishte këtë detajin e bardh këtu. Dhe për ta veshur me pantallona lino të zeza, të thjeshta ose me pantallona të shkurtra. Tani që do jetë shumë vap, është shumë e përshtatshme. Megjithatë, nëse vini re nga larg, më duket sikur është pak e gjerë, nuk e di pse. Ndoshta unë sa e mora, nuk e di, duhet ta kisha marrë extra small. Nuk e di se si do duket në trup, kështu është goxha elastike si material. Dhe nuk e di, do ta shikoj. Gjithsesi për çmimin që kishte është e lezetshme dhe do ta shohim se si do ta kombinojmë. Kur ta vesh, ndoshta në ndonjë video tjetër do t'ja u tregoj se si duket. Produkti radhës janë bluza të thjeshta, të cilat nuk janë asnjëherë mjaftueshëm në dollap, sidomos tani në verë, dhe sidomos për mua që vdes të vishem shumë thjesht, pra një bluzë të thjeshtë dhe një par pantallona. Janë bluza të thjeshta, kjo është në ngjyrën gri të errët, pra janë pas trupit dhe me mëngë të shkurtra, afërsisht si kjo bluza që kam veshur, por nuk kanë asnjë stampim, pra janë të thjeshta dhe shumë lehtësisht të kombinueshme. Këto i kam marrë masa S të gjitha. Kemi bluzën tjetër, pra kam marrë ngjyrën e zezë, ngjyrën gri të errët, që këtu në kamera duket si e zezë, por në fakt edhe nga afër duket sikur është e zezë. Ngjyrën gri të hapur, edhe kjo është goxha e bukur, më pëlqen shumë, edhe jam e sigurt që edhe me këtë do bëj kombinime, sepse këto janë shumë praktike, ishin pambuk, që është shumë e rëndësishme, dhe thjesht i kombinon këto me një par pantallona, me një fund, me një xhaketë sipër, me një këmish, duken shumë bukur. Edhe ngjyra e bardhë, e cila është e domosdoshme edhe ngjyra e bardhë. Këto nuk janë kur boll në dollap, prandaj vendosa që ti marr të katërta. Këto mbase do të marr prap sepse më pëlqeu dhe materiali dhe si prerje duken shumë të mira, kështu që për çmimin ja vlenin shumë. Sepse të njëjtat pak a shumë janë edhe tek Zara ose tek këto dyqanet online, ndërkohë që këto janë diçka që konsumohen shumë shpejt, pra jam e sigurt që do i vesh aq shumë sa për një muaj ndoshta do më duhet të ble përsëri, kështu që pse mos i marrim ekonomike dhe fundja nga larg, pra në total në outfit do duken shumë bukur. Se kështu. Dhe blerja e fundit për veshjet janë këto këtu, të cilat më zhgënjyen. Ndoshta është nga të paktat produkte që unë zhgënjehem. Shikojeni pak, janë pantallona të gjata, të zeza, dhe aty tek Temu shkruanin që ishin material lino. Ndërkohë që këto janë një material shumë i holl, janë si ky materiali fësh, që të mban freskët, por që nuk është se ka shumë sy, pra siç e shikoni kam marrë edhe shumë rrudha, nuk e di nëse do e mbaj hekurin si material, do provoj t'i hekuros njërë dhe t'i testoj. Kështu janë okay, sepse janë me elastik dhe janë me lidhje, pra përshtatet në të gjitha format e trupit dhe poshtë vinë të lirshme. Kanë edhe xhepin mbrapa, po kështu në dritë më duken pak të dukshme dhe nuk e di se si do duken të veshura, nuk i kam provuar akoma. Gjithsesi është produkti i parë që më zhgënjen kaq shumë nga Temu, sepse zakonisht të tjerat janë pak a shumë aty tek pritshmëritë e mia, por tek këto u zhgënjeva pak. Ndoshta unë kisha pritshmëri shumë të larta për këto, gjithsesi nuk është se nuk do t'i përdor, se tani verë është edhe mund t'i vesh, s'ka problem, duken pak a shumë si pantallona të holla. Por
prisja tjetër gjë. Gjithsesi kam pantallona lino të zeza, se kam të Zarës, por këto i mora për t'i pasur shtesë. Pra, thash kam një palë, të marrë dhe një palë të tjera dhe të kem 2 palë për gjatë verës, duke qenë se unë i përdor shpesh pantallonat lino. Edhe pothuajse i kam të gjitha ngjyrat, pra kam të bardhë, krem, pak më të errta, kafe, të zezë, sepse zakonisht janë dhe praktike, sepse vesh një bluzë, pantallona lino, një çantë, edhe je rehat, edhe je dhe freskët në të njëjtën kohë. Si duket gabova në zgjedhje këtej, gjithsesi nuk është se nuk do t'i përdor, por nuk është se nuk pëlqyen aq shumë. Tani pjesa tjetër e porosive janë të gjitha produkte për fytyrën. Do thoni ju jetë çmendur, si do vesh produkte fytyre nga Temu, si do t'i përdorësh. Të blesh produkte fytyre tek Temu, sa garanci ke, si do jenë, po gjithsesi unë kam vendosur që të bëj një eksperiment me veten, pra do ta provoj. Shpresoj të mos më bëjnë dëm. Do thoni ju të kalën mendja si do provosh produkte nga Temu për fytyrën. Se normalisht dihet që kanë çmime pak më ekonomike, edhe ndoshta cilësia diskutohet se çfarë cilësie kanë. Po do ta bëj, pra kam vendosur që ti provoj. Pra do ta bëj këtë eksperiment tek vetja ime dhe në videot në vazhdim do t'ju tregoj dhe efektet, ose nëse janë të mira, nëse nuk janë të mira, nëse ja vlen, nëse nuk ja vlen, nëse më kanë shkaktuar diçka. Pra kam vendosur që ta bëj këtë eksperiment tek vetja dhe mendova këtë gjë. Ndoshta vërtet janë të lira, por mund të ketë edhe shumë faqe në Shqipëri, të cilat marrin të njëjtat produkte dhe i shesin shumë herë më shtrenjtë. Gjithmonë e kam menduar këtë si opsion. Dhe ndoshta thjesht sepse ne shikojmë atë çmimin shumë të lirë, tani shumë të lirë. Edhe shumë të lira nuk ishin, ose kanë shkuar gati 60.000 lekë të gjitha, kështu që edhe shumë të lira nuk mund të them se ishin. Sidomos për produkte të cilat i kam marrë shumë të vogla, kam marrë testera të vogla për t'i provuar dhe për t'i testuar, po gjithsesi, nëse ti shikon në faqet e tjera një produkt të ngjashëm dhe shikon që ka një çmim shumë herë më të shtrenjtë, normalisht që ti mund të mendosh që këto produktet nga Temu janë jo cilësore dhe këto që janë me çmim shumë të shtrenjtë janë shumë cilësore. Ndërkohë që mund të ndodhe edhe kjo që ajo faqe ta ketë marrë produktin tek Temu. Vetmi moment që ne mund të kemi garanci për një produkt është momenti kur ne e blem këtë produkt tek dyqani i brandit, pra e blem personalisht aty. Në momentin tjetër nuk kemi asnjë garanci se nga vjen produkti, nëse është 100% origjinal, nëse nuk është një imitim i mirë, nëse nuk janë produkte shumë të lira të cilat abuzohen dhe shiten shumë shtrenjtë, etj. Pra, i vetëm moment ku ti ke garanci për një produkt është momenti ku ti ble një markë e cila është vërtet shumë e njohur, ka një çmim të konsiderueshëm dhe ti e ble vetë aty tek dyqani origjinal i brandit. Gjithsesi, unë nga marrë këtë vendim, i mora këto produkte, do t'i testojmë, do shta bëj dhe një video tjetër duke i testuar, ose besoj se do t'ja u tregoj në vazhdim, pra në vloget në vazhdim, në përditshmërinë time, do t'ju flas pak edhe për këto produkte që kam marrë, se çfarë efekti kanë, a mbajnë, a nuk mbajnë, a t'japin efekt ansor, a nuk t'japin efekt ansor. Thjesht, le t'i provojmë, nuk do na ndodh asgjë. Tani, them për veten le t'i provojmë, nuk po ja sugjeroj. Nëse ju keni frikë, keni dyshime, mos i provoni. Por unë isha duke bërë scroll tek Temu për të bler këto gjërat që ja u tregova para, dhe aty më dolën këto produktet, u bëra kurioze, nga një produkt shkova tek një produkt tjetër, nga një produkt shkova në një produkt tjetër, si përfundim e mbusha shportën, edhe thash, okay, hajtë se po i provojmë dhe po i marrim. Nuk do na gjej në fundit, kam provuar produkte akoma më të lira në një video tjetër që e gjeni këtu në kanal, dhe si përfundim nuk më ka ndodhur gjë, madje disa produkte nga ato shumë të lirat i kam përdorur dhe kanë qenë okay. Kështu që le të fillojmë atëherë, le t'ja tregoj se çfarë kam marrë sepse u zgjata shumë. Produkti i parë është një serum, tani se di si do jetë fokusi. Është ky serumi këtu. Dhe shkruan që ka acid hialuronik, vitamin C, vitamin E dhe 5% kolagjen. Produktet bashkë me çmimet do t'ja u le anash si gjithmonë, sepse unë në çdo video ja u le, nëse ju doni që t'i blini, jeni kurioze kështu. Ky është serumi pra.
Mban dhe një aromë shumë të mirë. Vazhdojmë me produktin tjetër. Është shumë cute. Të them të vërtetën, ka marrë masa shumë të vogla, se normalisht janë për provë, më shumë janë për kuriozitet. Dhe kam zgjedhur këto travel size, dhe kur i kam parë që erdhën, më janë dukur shumë cute, shumë të vogla, fix, nuk e di, sikur janë produkte të projektuara për një fëmijë, shikoni pak sa të vogla që janë. Janë shumë cute. Edhe kjo është shumë mirë paketuar, unë duhet kisha marrë patjetër një gërshër. Një krem i vogël me retinol kryesisht, pra kjo përdoret vetëm në dark. Si jam duke hapur tani, se s'po e hap dot. Gjithsesi, ideja është që kemi vetëm 3 gram produkt. Pra për çmimin që ka për 3 gram, nuk besoj se është shumë e lirë. Gjithsesi jam shumë kurioze që të shoh efektet. Produkti i radhës është një produkt me kërmill dhe është një produkt për pjesën poshtë syve. Shikojeni sa cute që është, sepse edhe kjo është një masë e vogël, pra është për travel. E hapim. Dhe kjo shikojeni pak se si është. Është kështu. Pra është si një buzë kuq, por është për pjesën poshtë syve. Më pëlqeu që kur e pash aty tek Temu që kishte këtë mekanizmin, sepse është goxha praktike, pra nuk ke nevojë që të përdorësh duart, por e bën direkt kështu dhe mezi po pres që ta përdor dhe këtë, dhe si masë është goxha e vogël dhe shumë praktike për ta marrë edhe me vete. Pra të gjitha këto që kam zgjedhur janë travel size, masë e vogël. I kam marrë thjesht për t'i provuar, nëse do jenë shumë të mira, pse jo do t'i porosis prapë në masë të madhe dhe kaq. Nëse nuk do jenë të mira, do t'i përdorim mirë, do t'i provojmë, do shohim që efekti nuk është i mirë dhe kaq, bye. Produkti i radhës janë sponge, kam marrë 3, pra ishte një paketim me 3, ishte goxha ekonomik. Sponxhat duhen gjithkohën, pra janë një nga produktet që përdorim më shpesh. Dhe që duhet ndruar më shpesh, se sponxhat dihen që janë një nga produktet që i përdorim më së shumti dhe janë një nga produktet të cilat mbajnë më shumë mikrobe, kështu që duhet ndryshuar shpesh, sepse më pas mund të na krijojnë acarime ose akne. Unë për vete ndryshoj shumë shpesh, nuk është se e mbaj shumë gjallë një sponge, dhe kështu që vendosa të marr këtë paketimin me 3. Produkti i radhës është një concealer, edhe kjo është travel size. Dhe kjo ishte super cute. Shikojeni pak se sa e vogël që është. Është kjo këtu. Po e hap, kjo t'rregoj pak. Kam zgjedhur numrin 02, kishte 3 nuanca, pra kishte akoma më të errët, kishte edhe një më të çelët, u mora diçka në mes. Është këtu. Dhe më pëlqeu shumë edhe pjesa e aplikuesit. Shikojeni pak si sa e bukur që është. Po marr pak këtu, meqense doli jashtë. Dhe më duket që është goxha mbulues. Kjo në fakt është pak më e errët, ndoshta edhe numri 1 do ishte mirë për mua, por mendova që tani po vjen vera, do nxihem, edhe shumë e hapur nuk më duket mirë poshtë syve. Kështu që diçka ndërmjet do ishte okay, sepse edhe shumë të errët nuk e dua. Prandaj zgjodha këtë. Po ishte vërtet shumë e lezetshme, edhe masa, dhe do ta testoj nëse është vërtet i mirë, sepse për çmimin që kishte për këtë sasi të vogël, më duket që do jetë i mirë. Nëse nuk më ri mirë, nëse më krijon probleme, që mundësia më e madhe është të mos më ri mirë, thjesht kaq, s'ka problem, rëndësi ka që e provova. Produkti i radhës janë 3 lapsa të zi. Unë i përdor shumë lapsa të zi për të bërë edhe penelin, por edhe pjesën poshtë syve. E kam majën kështu. Por në rezultatet aty tek faqja më duken goxha praktike dhe ishin edhe kundra ujit, që është shumë e rëndësishme, pra që të më mbajnë më gjatë, sepse sidomos tani në verë djersësin pak më shumë, vapa e shkrin make-upin. Doja diçka që të qëndronte më shumë, se mbase do jem edhe shumë kohë në lëvizje, pra do jem pjesë më të madhe të ditës jashtë në lëvizje, dhe më duhej diçka që të ishte më e mirë. Tani do thuash ti pse nuk bleve diçka
më të mirë nga një markë më e mirë dhe të kishe më shumë garanci. Po keni të drejtë, por unë gjithmonë provoj gjëra më të lira, nëse janë të mira vazhdoj t'i përdor, dhe nëse nuk janë të mira, pastaj normalisht shkoj tek gjëja që është më e shtrenjtë edhe më e mirë, edhe ndoshta i bie pak gjatë kështu, po ndoshta edhe kursej në shumicën e rasteve, sepse ka pasur produkte të cilat më kanë pëlqyer shumë edhe pse kanë pasur një çmim më ekonomik dhe më kanë bërë efekt akoma më mirë se një produkt i shtrenjtë, të cilin mund ta kem provuar diku tjetër dhe nuk më ka pëlqyer. Kështu që matematika ime funksionon kështu, pra bli diçka të lirë, provoje, nëse është e mirë, vazhdo blije, nëse jo, gjëja e shtrenjtë aty është dhe nuk e ku shkon, prap do ta blesh dhe prap do ta marrësh, kështu që jam okay me këtë. Produkt të cilin unë nuk e kam përdorur kurrë, prap është vera e tretë që e shoh në qarkullim, janë këto produkte të cilat të japin shkëlqim për pjesën këtu, për pjesën e lëkurës gjatë verës, në momentin që ti vesh një fustan apo një outfit apo do shkosh të dalësh në darkë dhe do që lëkura jote të shkëlqej. Kam parë shumë produkte, sidomos në TikTok, të cilat vajza të ndryshme i përdorin, edhe lëkura i duke shumë bukur dhe me shkëlqim, por unë asnjëherë nuk kam përdorur një produkt të tillë dhe isha shumë kurioze. Duke qenë se më doli aty, thash, okay, po e marr, është një lloj spray me shkëlqim. Tani nuk e di se si aplikohet, shpresoj që ta ketë aplikimin direkt, pra të mos ketë nevojë që ti ta përhapësh me një furrë, sepse më pëlqejnë më shumë gjërat praktike, të cilat i vendos direkt dhe qëndrojnë ashtu, po gjithsesi edhe nëse do jetë e kundërta, s'ka problem, do e gjejmë mundësinë. Ky është produkti pra. Ka goxha shkëlqim. Se dia e ka fokusuar, shpresoj që ta ketë fokusuar sa më mirë. Dhe siç e shoh këtu, është me këtë aplikuesin dhe besoj që nuk do të ketë nevojë për ta përhapur. Po e provoj diku këtu, po e provoj këtu te dora. Nuk e dia duket aty te kamera, por nuk është se më pëlqen dhe shumë. Ndoshta duhet ta kisha tundur më shumë para se ta përdorja, sepse ka më shumë nxica se sa shkëlqim. Pra, nuk është ai shkëlqimi që të duket kudo, thjesht duket sikur ti ke mbushur lëkurën me nxica. Ndoshta s'duhet ta kisha marrë fare këtë, gjithsesi, hajt. Nuk na ngelet penke, e provuam. Ndoshta duhet ta provoj edhe një herë këtu kur të kem ndonjë fustan të hapur për ta parë më mirë se si duket, sepse këtu te dora nuk është se po shoh ndonjë efekt shumë të madh. Gjithsesi do ta provoj edhe një herë kur të vesh një fustan. Produkti tjetër është ky produkti që është për masazhin e fytyrës, që është shumë i rëndësishëm. Unë e kam neglizhuar, më përpara kam përdorur Gato roller. Por kam shumë kohë që nuk përdor asnjë gjë. Dhe tani vendosa që të marr këtë për ta masazhuar lëkurën. Tani bëra pak pis këtu. Sidomos në darkë është mirë që ta masazhoni lëkurën sepse qarkullon më mirë gjaku edhe i ndihmon fytyrës të marrë të gjithë produktet që ju vendosen. Pra nëse vendosni një serum dhe bëni masazh, është shumë herë më mirë për fytyrën dhe për lëkurën, sepse i përthith më mirë ato elementë që ju i vendosni. Në Rimmel është kështu, më pëlqeu shumë paketimi. Më pëlqeu shumë dhe aplikuesi, vjen pak më i holl në majë dhe më pas bëhet më i plot dhe besoj që do jetë goxha praktik kur ta përdor tek syt, sepse gjithmonë këtë pjesa anësore e syrit ka nevojë për më shumë Rimmel. Jemi tek 3 produktet e fundit. U zgjat shumë kjo video, kam folur shumë, nuk keni idenë se sa shumë kam folur. Produkti i radhës është një produkt pak më i madh se të tjerët, është një krem hidratues me kërmill. Tani, këto kremrat që janë me kërmill, nuk kam provuar dhe krem që është shumë i shtrenjtë, kam provuar dhe një lloj tjetër kremi me kërmill që është relativisht i lirë. Dhe të dyja më kanë dhënë të njëjtin efekt. Kështu që në momentin që pash këtë, thash, okay, ndoshta dhe ky do të më jap një efekt shumë të mirë. Dhe vendosa që ta marr. Fundjashti është një krem hidratues, nuk është se na prish shumë punë, pra dhe nëse nuk bën një efekt të mirë, s'ka problem, nuk është se krijon ndonjë dëmtim në lëkurë.
Produkti parafundit është një palet. Paletat kur nuk janë bold. Kam zgjedhur këtë me ngjyrat neutrale, pra kryesisht ngjyrat kafe, të zezë, gri. Kjo është paleta, sepse mu fik kamera nga bateria, dhe pigmentimi është ky. Besoj se arrini që ta dalloni. Më shumë pigmentim kishin ngjyrat të cilat janë me shkëlqim, por dhe këto tjerat janë okej. Për çmimin që kishte është okej. Dhe për të bërë gati shpejt e shpejt, gjithashtu më pëlqeu që është shumë praktike për ta marrë me vete sepse është e vogël edhe nuk zë shumë vend. Dhe produkti i fundit është një produkt të cilin unë nuk e kam zgjedhur vet, por e kam bler pa dashje. Çfarë më ndodhi? Dhe këtë do t'ja u them që ta keni parasysh në momentin që do bëni porosit tek Temu dhe të keni kujdes. E mbylla porosin me këto produktet që sapo ju tregova dhe më del një listë me produkte të tjera. Të gjitha poshtë shkruanin paguaj me një klik. Tani unë mendova se ndoshta në momentin që do ta shtypja atë buton, do më dilte produkti, se çfarë ishte, dhe unë do t'jepja edhe një okej të fundit. Dhe ky produkt më troqi vëmendjen, është një mask për flokët, nuk e di fikse si përdore, do ta shoh me kujdes këtu mbrapa, sepse siç ju thasha kam bler pa dashje. Dhe unë e klikoj atë buton. Dhe në atë moment mua më thot, "Okej, pagesa u krye." Dhe më kalon kjo direkt tek shporta bashkë me produktet e tjera. Pra unë nuk arrita ta shikoja fare se çfarë ishte. Thjesht e pash nga larg që ishte një mask për flokët. Tani sipas kësaj është një mask për flokë të dëmtuar. Tani nuk e di se sa efekt do të ketë. Unë gjithsesi do ta provoj, e mora që e mora, sepse nuk ishte as e lirë, pra ishte gati 6.000 lekë kjo. Dhe hajt. Do ta provojmë tani. Ta hapim mirë ta shohim si do jetë. Dhe ndodhin dhe nga këto, kështu që të keni kujdes në momentin që bëni porosin, mos klikoni më asnjë gjë. Sepse do t'ju ikin lekët dhe pastaj nuk bën dot asnjë gjë. Dhe të paktën, mendova, të paktën klikova vetëm këtë dhe nuk klikova ndonjë produkt që t'ishte akoma më i shtrenjtë. Kjo është maska. Kështu ka një pamje goxha estetike. Kjo që nga mbyllur, unë mendoja që do më vinte aroma dhe unë isha duke mbajtur aromë plastike. Thash kjo ka aromë plastike. Këto ishin të gjitha produktet. Them të drejtën, kam edhe një porosi tjetër, siç ju thash në fillim të videos, po ajo nuk më ka ardhur akoma, si duket e zhvonuar, dhe besoj se atë do ta shikoni në një short të shkurtër gjatë javës tjetër, pra në momentin që do vi do t'ja tregoj dhe atë. Edhe aty kam marrë përsëri gjëra për veten. Bizhama, shapka, gjëra të tilla, do t'ja tregoj në një short të shkurtër, shpejt e shpejt javës tjetër. Kështu pra, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Për çdo pyetje që mund të keni rreth temut, edhe pse unë besoj se i shpjegova të gjitha me detaje, po gjithsesi nëse keni ndonjë pyetje, keni ndonjë koment rreth videos, mi shkruani poshtë. Dhe në vazhdim do të kemi vloge, do të rikthehem me vloge, do të rikthehem me përditshmërinë, me videot që ju i doni shumë, sepse diçka po ndodh, nuk po ja tregoj tani, do ta merrni vesh në videon tjetër. Ju mos harroni të më bëni një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Dhe do jem shumë mirënjohëse nëse më suportoni. Mezi po pres që të ndaj këtë kapitull të ri që do ta shihni në videon tjetër se për çfarë bëhet fjalë. Dhe kaq. Ju puth, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe ne do të shihemi në videon e radhës.